Përshëndetje dëgjues të dashur. Ky është një tregim I jetës, I ndjenjave të ndaluara, I dilemave që shpërthejnë mes zemrës dhe arsyes. Një histori që flet për gruan që u gjend mes dy burrave, njëri që I ofroi stabilitetin dhe sigurinë, tjetri që I ndezi shpirtin dhe I tregoi çfarë do të thotë të jetosh me pasion. Emri im është Alba. Kam 32 vjeç, jetoj në Tiranë dhe, në letër, jeta ime mund të dukej e rregull. Një punë e qetë në një zyrë sigurimesh, një shtëpi e vogël në periferi dhe një burr që më kujdesej për çdo gjë. Ai quhej Luan, një njeri I mirë, I qetë, I matur, një burr që punonte fort, që më siguronte gjithçka që më duhej. Por, me kalimin e viteve, kuptova se siguria nuk është gjithmonë e barabartë me lumturinë. Në fillim, lidhja jon ishte e thjeshtë. U njohëm përmes një shoqëje të përbashkët. Unë sapo isha ndarë nga një lidhje që më kishte lënë bosh. Ai, më I madh se unë me 10 vjet, më shikonte si diçka të brisht që duhej mbrojtur. Dhe unë, e lodhur nga dhimbjet, pranova të mbrohesha. Në fillim ndihesha mirënjohëse, më vonë ndihesha e borxhlie. Por kur nuk ndjeva atë që quhet dridhje e zemrës. Çdo mëngjes ai zgjohej herët. Kafja ime ishte gati, buka e thekur, një përqafim I zakonshëm para se të dilte. Të dua, Alb, më thoshte me një ton të butë, por monoton. E unë përgjigjesha, edhe unë, Luan. E ndjeja se gënjeja, jo sepse nuk e doja, por sepse nuk ndjeja asgjë më shumë se mirënjohje. Dhe mirënjohja nuk është dashuri. Jeta jon rrithte në heshtje. Mbrëmjeve shikonim televizor, të dielave dilnim për drek. Ai më mbante me çdo gjë, dhe unë, ndoshta nga turpi apo nga frika, nuk guxoja të prishja atë qetësi që ai kishte ndërtuar për ne. Por një ditë, gjithçka ndryshoi. Ishte një e hënë e zakonshme. Në zyrë kishte ardhur një klient I ri, për të bërë një kontratë sigurimi për biznesin e tij. Quhej Ardian, që në momentin e parë që e pash, diçka brenda meje lëvizi. Ai kishte një prani të fortë, një zë të ngrohtë, një vështrim që të linte pa fjalë. Nuk ishte bukuria ajo që më tërhoqi, por mënyra si më foli. Zonja Alba, më falni nëse ju them, por ju keni një mënyrë shumë të qetë për të folur. Ndihesh I sigurt kur ju dëgjon. Buzëqesha lehtë, pa I kthyer shumë vëmendje. Është pjesë e punës sime, I thash. Ai qeshi. Nuk e besoj. Ka diçka tjetër tek ju. Në atë moment, ndjeva një rrëqethje të lehtë. E fsheha në ndosit e punës dhe u përpoqa të dukesha profesionale. Por sytë e tij më ndoqën gjatë gjithë ditës. Ardiani erdhi disa herë të tjera në zyrë, gjithmonë me justifikime të ndryshme. Herë për një dokument shtesë, herë për të verifikuar një detaj. E dija që nuk kishte nevojë të vinte, por e prisja çdo herë. Dhe kur vinte, zëri im dridhej pak, si në një lojë të fshehtë që të dy e kuptonim, por askush nuk e pranonte. Një mbrëmje, pasi kisha mbaruar punën, po prisja autobusin. Ai ndaloi pranë me makinën e tij gri. Do të lë afër shtëpisë, Alba? Hezitova pak, pastaj u ula. Rruga ishte e qetë. Dritat e qytetit pasqyroheshin në xhamin e makinës, dhe zëri I tij e mbushte hapësirë. Më pyeste për jetën, për ëndrat, për gjërat që më mungonin. Nuk e di pse, por për herë të parë pas shumë vitesh, fola sinqerisht. I tregova për ndjenjen e zbrastisë, për mungesën e pasionit, për netë që ndihesha si e huaj në shtëpinë time. Ai më dëgjoi në heshtje, pastaj më tha diçka që më mbeti në mendje. Nuk është turp të ndihesh bosh. Turp është të jetosh bosh dhe të thuash që je mirë. Në atë moment, zemra më rahu fort. Ai nuk më kishte prekur, as më kishte puthur, por fjalët e tij më preknin më shumë se çdo gjë. Kur zbrita nga makina, më tha: "Do të shoh përsëri, Alba." Nuk ju përgjigja, por ndjeva se po, do të më shihte përsëri. Ditët që pasuan ishin si një betejë brenda meje. Çdo mëngjes zgjohesha për krah Luanit, por mendja më shkonte tek sytë e Ardianit. Ndoshta ishte vetëm një flirt I lehtë, por për mua ishte më shumë. Ishte diçka që më kujtonte se isha gjallë. Një pasdite, pas punës, më dërgoi një mesazh. Nëse të them që dua të shoh sonte, do të më refuzosh? U ndjeva sikur po më priste në një prag që nuk duhej ta kaloja. Por pas pak shkrova. Jo. U takuam në një kafene të vogël në blok. Ishte mbrëmje vonë, dritat ishin të buta, muzika e qetë. Ai më shikonte drejt në sy, sikur donte të më lexonte mendimet. Ti e di që kjo është e rrezikshme, I thash me zë të ulët. Ai buzëqeshi. Po, por çdo gjë e bukur është pak e rrezikshme. Ndjeva si më dridhej trupi. Kur më kapi dorën,
ndjeva diçka që se kisha ndjer prej vitesh. Nuk të kërkoja asgjë, Alba. Vetëm të mos jesh më kaq e friksuar nga ajo që ndjen. Ajo mbrëmje u bë fillimi i një lidhjeje të fshehtë. Fillimisht ishim të kujdesshëm, takime të shkurtra, biseda të koduara, por pas pak, gjithçka doli jashtë kontrollit. Ai më bënte të qeshja, të ndihesha e dëshiruar, e gjallë. Me të, çdo gjë ishte e vërtetë. Nuk kishte heshtje, as rutina, vetëm zjarr. Një mëngjes, u zgjova e lodhur, me një ndjenjë të çuditshme. U ndjeva ndryshe, si e përhumbur, me marramendje dhe neveri ndaj kafes. E kuptova menjëherë çfarë mund të ishte. Bleva një test shtatzënie. Dola në banjë me duar që më dridheshin. 2 vija, të qarta. U ula në dysheme dhe fillova të qaja. Isha shtatzën, por nga kush? E dia që Luanin e kisha shmangur prej javësh. Kishim pasur një afërsi të rrallë, ndoshta një herë në atë periudhë, por edhe me Ardianin kishim qenë bashk, pa mbrojtje, në një mbrëmje pasioni që na mori frymën. Në një çast ku gjithçka kishte pushuar së qeni e logjikshme. Trupi im po mbante një jetë që mund të më lidhte përgjithmonë me një burr që më siguronte, ose me një burr që më donte ndryshe. E ndjeva peshën e zgjedhjes si një mal mbi shpatulla. Kur i tregova Luanit, ai u gëzua. Më përqafoi fort dhe më tha: "Më në fund, Alb, kjo është dhurata që prisnim." Në atë çast, ndjeva një dhimbje të fortë në zemër. Ai gëzohej për diçka që mund të mos ishte e tij. U ndjeva si tradhtare, jo vetëm ndaj tij, por ndaj vetes, ndaj gjithçkaje që besoja dikur për ndeshmërinë dhe dashurinë. Në netët që pasuan, më zinte gjumi me duart mbi bark. Nuk e dija nëse do ta mbaja foshnjën, por ndjeja diçka të fortë. Ishte pjesë e imja, pjesë e dikujt që doja, ndoshta pjesë e mëkatit tim, por edhe shpresësime për një jetë ndryshe. Një ditë vendosa ta takoja Ardianin. I tregova gjithçka. Ai heshti për pak minuta, më pas më mori dorën. Nëse është imja, unë do të jem aty. Edhe nëse nuk është, prap dua të jem. Po Luanin, ai se meriton këtë plag. As ti nuk meriton të vdesësh për të ruajtur një gënjeshtër. Fjalët e tij më përshkuan si thik. Ai kishte të drejtë, por si t'ja thoja burrit që më kishte mbajtur, më kishte dashur, më kishte mbrojtur, si t'i thosha që dashuria ime kishte ikur prej tij, që një tjetër e kishte zgjuar nga gjumi i viteve. Në shtëpi, çdo ditë ishte një teatr. Ai më përkëdhelte barkun, fliste me foshnjën, bënte plane për emrin. E unë qaja në heshtje, duke ndjer një faj që më diqte brenda. Zoti e di sa net jam lutur që fëmia të mos ketë syt e Ardianit. Një mbrëmje, teksa isha në shtrat, Luan më pa ndryshe. Alba, diçka s'është në rregull me ty. Nuk je më e njëjta. Çfarë po ndodh? Jam e lodhur, i thash. Ai më pa drejt, më fort se zakonisht. Nuk është lodhje, është diçka tjetër. Mos më fshi diçka, të lutem. Zëri i tij ishte i butë, por plot dhimbje. Mu desh të gëlltisja lotët. Në atë moment, ndjeva një dorë të vogël që më lëvizi në bark. Foshnja ishte si një shenjë që më kujtoi se, pavarësisht gjithçkaje, ajo jetë e vogël nuk kishte faj. Unë kisha bërë një zgjedhje, dhe tani duhej të përballesha me të. Në pasqyrë, pash fytyrën time, grua që kishte pasur gjithçka, por që donte diçka më shumë, dashurinë e vërtetë. Ditët kalonin me shpejtësi, por për mua çdo orë dukej si një betejë e pafundme mes dy botëve. Nga njëra anë, ishte jeta që kisha ndërtuar me Luanin, shtëpia jonë, kujdesi i tij, siguritë që ai më ofronte. Nga ana tjetër, ishte ajo ndjesi e zjarrt që më ngrohte shpirtin sa herë kujtoja duart e Ardianit. E dija që jetoja mes dy të vërtetave të kundërta, dhe që të dyja kishin pushtetin të më shkatëronin. Muaji i tretë i shtatzënisë po afrohej, dhe barku im kishte filluar të fryhej lehtë. Luan ishte bërë më i kujdesshëm se kurrë. Nuk më linte të ngreja peshë, më përgatiste mëngjesin, më sillte lule pa arsye. Por çdo herë që më shikonte në sy dhe më fliste për djalin ton të arshëm, unë ndjeja zemrën të më çajë në dysh. Në netët e qeta, kur ai flinte pranë meje, unë ngrihesha dhe ulesha në dritare, duke parë hënën. Pyetja që më përndiqte çdo natë ishte e njëjtë. A mund ta ndërtoja lumturinë time mbi një gënjeshtër? Një natë, mora telefonin dhe i shkrova Ardianit. Nuk mundem më. Dua të flasim. U takuam të nesërmen, në parkun që ndodhej përtej qytetit, aty ku askush nuk na njihte. Ishte një ditë me diell, por unë ndihesha si në dimër. Kur më pa, ai buzëqesh i lehtë,
por në sytë e tij pash shqetësim. Si ndihesh? E lodhur, e friksuar dhe e humbur, i thash me zë që mezi dëgjohej. Ke bër analizat. Nuk i durova më lotët. Po, është zyrtare. Do bëhem nën, por nuk e di kujt fëmije është. Ai më kapi dorën, e mbajti fort, pa thënë asgjë për disa sekonda. Pastaj më pa drejt në sy dhe tha: "Do ta duam, çfarë do që të ndodh. Nuk ka rëndësi gjaku, ka rëndësi dashuria." Në atë moment ndjeva një nxehtësi që më përshkoi trupin, por edhe një dhimbje, sepse e dija që fjalët e tij ishin të vërteta, por realiteti ishte më i ashpër. Unë nuk mund të zhdukesha nga jeta që kisha ndërtuar, nuk mund ta shkatëroja Luanin. Ai nuk e meritonte atë plagë. Mbrëmjeve, Luan më shikonte me adhurim. Ishte hera e parë që e shihja të lumtur pa mas. Kishte filluar të më fliste për emra fëmijësh, për planin e dhomës së vogël që do ta kthenim në dhomë bebeje. Një natë, ndërsa më përqafonte, më tha: "Nuk kam menduar kurrë se mund të isha kaq i lumtur. Faleminderit që më dhe këtë dhuratë, Albë." Dhe unë, e mbështetur në kraharorin e tij, mbylla syt duke ndjerë një dhimbje therse, sepse nuk e dija nëse kjo dhuratë i përkiste atij apo një burri tjetër. Çdo herë që më prekte barkun, ndihesha si në mëkat. Çdo herë që buzëqeshte, më dukej sikur po e tradhtoja përsëri. Në ditët e para të pranverës, trupi im filloi të ndryshonte. Ishte koha për ekon e parë. Luan këmbën nguli të vinte me mua. Nuk munda ta refuzoj. Në klinik, ndërsa prisnim, duart më dridheshin. Doktoresha, një grua e qetë, më vendosi pajisje mbi bark dhe zëri i butë i aparatit mbushi dhomën. Një rrahje e shpejtë, e qartë. Zemra e fëmijës. E ndjeva Luanin të më shtrëngonte dorën. Syt i kishte të mbushur me lotë. "Dëgjoje, Alb, zemra jonë e vogël." Unë e dëgjova dhe e ndjeva si një gjyq që më dënonte pa fjalë. Pas asaj dite, Ardiani nuk më kërkoi të takoheshim. Më shkroi vetëm një herë: "Nëse ke nevojë për mua, jam këtu." Edhe në heshtje. Dhe unë heshta, sepse çdo gjë tjetër do të kishte qenë e rrezikshme. Por në heshtje, mendja ime shkonte çdo natë tek ai. Imagjinoja si do ishte sikur ta kisha zgjedhur atë. A do isha më e lumtur, apo thjesht më e lirë? Një mbrëmje, ndërsa po përgatisja darkën, dëgjova Luanin duke folur në telefon. Zëri i tij ishte i tensionuar. "Po, doktor, e di që është herët, por dua ta siguroj që çdo gjë është në rregull." Alba ka qenë shumë nervoze këto kohë. Kur mbylli telefonin, e pyeta: "Me kë po flisje?" Ai buzëqeshi, por sytë e tij kishin diçka ndryshe. "Asgjë, dashuri. Po flisja me një mik për një kontroll rutin." Por diçka brenda meje më tha që nuk ishte vetëm aq. Ai kishte filluar të vëzhgonte çdo lëvizje time. Më pyeste për çdo gjë, madje edhe kur dilja në punë. Një natë, i fshehur, më kontrolloi telefonin dhe aty gjeti mesazhet me Ardianin. Jo shumë, vetëm disa fjalë të vjetra, por mjaftueshëm për të ndezur dyshimin. Të nesërmen në mëngjes, e ndjeva ndryshimin në ajër. Ai nuk më përqafoi si zakonisht. Kur u ula për mëngjes, më shikoi gjatë dhe tha me zë të ulët: "Kush është Ardiani?" Thika më ra nga dora. U bë një heshtje e rëndë. Zemra më rrihte fort. Një klient, një mik që të shkruan do të pres nesër, një mik që i ke dërguar zemra në mesazhe. Fjalët e tij ishin si grushta. U ngrita, duke u përpjekur të gjeja frymën. "Luan, të lutem, nuk është ashtu si mendon." Ai më ndërpreu. "Jo, Alba, mos më gënje më, e ndjej prej muajsh. Ti s'je më me mua." U ul në karrige, vështroi barkun tim dhe syt ju mbushën me lot. "A është imja?" Këto 4 fjalë ishin si thika në shpirtin tim. Lotët më rridhnin, por nuk flisja dot. Heshtja ime ishte përgjigja që ai s'donte ta dëgjonte. Ai u ngrit, mori çelsat dhe doli nga shtëpia pa thënë asgjë tjetër. E mbaj mend atë tingull të derës që u mbyll me forcë, si një kapitull që mbaron me dhimbje. Ditët pas asaj nate ishin një tmerr. Nuk më telefonoi, nuk u kthye në shtëpi. Unë qëndroja vetëm, me një bark që rritej çdo ditë dhe me një shpirt që zvogëlohej nga faji. Ndonjëherë ndjeja si një mallkim, dashurinë që më dha jetë, por më mori gjithçka tjetër. Një mbrëmje, kur po bie nata, dëgjova trokitje në derë. Ishte Ardiani. Mora vesh, tha me zë të ulët: "Ai e di." Nuk munda t'i përgjigjem.
Ai më pa, u afrua dhe më përqafoi fort. Në atë moment shpërtheva në lot. Nuk dua ta humbas këtë fëmijë, por s'dua të humbas as ty, i thash. Ai më fshiu lotët dhe më tha: atëherë mos humbas veten, Alba. Kjo është lufta jote, por si e vetëm. Ai qëndroi me mua atë natë, pa më prekur, pa asgjë tjetër vetëm pranë. Si një mbrojtje që më kujtonte se ende isha njeri, pavarësisht mëkatit. Pas disa ditësh, Luan u kthye. Ishte i lodhur, por i qetë. U ul përballë meje dhe tha: e mendoj prej ditësh. S'mund të jetoj me urrejtje, por dua të di të vërtetën, për ta mbyllur një herë e mirë. E ndjeva që nuk mund të gënjeja më. I tregova gjithçka, që ndihesha bosh, që takova dikë që më bëri të ndihesha i gjallë, që nuk e dija kujt i përkiste fëmia. Ai më dëgjoi pa më ndërprer. Kur mbarova, sytë e tij ishin të kuq. Nuk e prisja, por, çuditërisht, më dhe përgjigjen që më mungonte. Tani e di pse nuk ndiheshe më me mua. U ngrit, u afrua dhe më preku barkun. Nuk e di kush është babai, por dua që ky fëmijë të vijë në jetë. Ai nuk ka faj. Mu mbushën syt me lot. Ai më pa me dëmshuri, por pa dashuri. Pas lindjes, do flasim për ne. Për tani, kujdesu për të. Dhe doli përsëri. Këtë herë, pa zemërim. Vetëm me një heshtje që më coptoi shpirtin. Muajt kaluan. U afrova me lindjen. Ardiani më qëndroi pranë në heshtje, ndërsa Luan më ndihmonte me çdo gjë praktike. Ishte një qetësi e çuditshme, e mbushur me dhimbje dhe përkujdesje në të njëjtën kohë. Në netët e vona, flisja me fëmijën tim: ti do të jesh dritë, pavarësisht errësirës që të solli në jetë. Dhe ndoshta, në mënyrën më të dhimbshme, kjo ishte e vetmja e vërtetë që kisha. Dashuria, pavarësisht mëkatit, kishte sjellë një jetë të re. Era e mëngjesit depërtonte përmes perdes së bardhë, e lehtë dhe e ftohtë. Shtëpia ishte në heshtje, por unë ndihesha sikur brenda meje po ndodhte një stuhi. Ishte muaji i nëntë. Trupi im ishte lodhur, frymarrja më ishte rënduar, por dhimbja më e madhe nuk ishte fizike. Ishte ajo që mbaja në shpirt. Çdo ditë e dija që po afrohej momenti që gjithçka do të dilte në dritë. Luan ishte sërish në shtëpi. Kishte kthyer qetësinë e tij të zakonshme, por midis nesh ishte ngritur një mur i padukshëm. Nuk flisnim më shumë se sa duhej. Ai kujdesej për mua me kujdesin e një njeriu që e bën nga detyrimi, jo nga dashuria. Megjithatë, ndonjëherë kapja duke më vështruar fshehurazi, si dikush që përpiqet ende të gjejë përgjigje. Një mbrëmje, ndërsa përgatitej të flinte, më tha: e di që nuk mund të kthejmë pas kohën, Alb, por dua ta di një gjë. Nëse do të kthehesh prapa, do zgjidhje përsëri mua? Pyetja e tij më gozhdoi. E pash për disa sekonda, pastaj mbylla syt. Do zgjidhja të mos gënjeja më askënd, i thash. Ai heshti për një moment, pastaj doli nga dhoma. Këmbët e tij u dëgjuan nëpër korridor. Pastaj dera e jashtme u mbyll me një zhurmë të lehtë. E kuptova që ai kishte nevojë për ajër, ashtu si unë. Dhimbjet e para filluan një mëngjes të ftohtë janari. Po përgatisja mëngjesin, kur një therrje e fortë më përshkoi barkun. U mbështeta te banaku, frymarrja mu ngadalsua. Është koha, pëshpërita. E telefonova Luanin. Nuk foli shumë, por në zërin e tij kishte shqetësim të vërtetë. Jam rrugës, mos u lëviz. Kur erdhi, më mori për krahësh, më ndihmoi të ngjitesha në makinë. Në sytë e tij kishte një përzierje emocionesh, frikë, kujdes, dhimbje, ndoshta edhe dashuri. Rrugës drejt maternitetit, askush nuk foli. Vetëm zhurma e motorit dhe frymarrja ime e rënd mbushnin makinën. Në maternitet, mjekët më morën menjëherë. Luan më mbajti dorën derisa më futën në sallë. Çfarë do që të ndodh, kujdesu për të, i thash me frymë të prerë. Ai më përqafoi fort dhe pëshpëriti. Gjithmonë, Alb, gjithmonë. Ora 14:27, një britm, një zhurmë, dhe më pas një e qeshur e vogël, e pastër. Urime, është djalë, tha mjekja me një buzëqeshje. Lotët më dolën vetvetiu. E mbajta në kraharor, e ndjeva aromën e tij të butë, nxehtësinë e trupit të vogël që më kujtoi se gjithçka kishte vlerë. Por gëzimi u ndërthur me frikën, sepse kur Luan hyri në dhomë për ta parë, sytë e tij u zmadhuan. Djali kishte syt blu, të njëjtit si të Ardianit. Një ngjyrë që as unë, as ai nuk e kishim në gjakun ton. Heshtja që ra në atë dhomë ishte më e rëndë se çdo britëm. Ai nuk tha asnjë fjalë. E pa, e preku lehtë në faqe, dhe pastaj më shikoi. Në atë shikim,
pash fundin e gjithçkaje që kishim ndërtuar. Ditët në maternitet kaluan në një mjegull. Mjekët, infermieret, fjalët e buta, asgjë s'më mbante dot larg nga mendimet e mia. Luan vinte çdo ditë, qëndronte pak, më sillte gjëra që më duheshin, pastaj ikte. S'kishte zemërim në sytë e tij më, kishte vetëm pranim. Një mbrëmje, para se të dilte, tha: "Kam menduar shumë, do të ndihmoj me gjithçka që ka të bëjë me djalin, por ne mund të jemi më bashkë." Mu mbushën sytë me lotë. "Të lutem, mos më ure." Ai u ndal në prag, më pa dhe tha: "Jo, Alba, nuk mund të urej dikë që më ka dashur ndryshe, por nuk mund të jetoj me një kujtim që më dhemb." Pastaj u largua. E kuptova që ajo ishte ndarja jone e fundit. Jo me zhurmë, por me qetësi. Dhe qetësia, ndonjëherë, është forma më e dhimbshme e lamtumirës. Pas daljes nga spitali, Ardiani erdhi. E mbante djalin në krah me një butësi që më theu shpirtin. "Si do ta quajmë?" më pyeti me një buzëqeshje të vogël. E pash djalin dhe thash: "Dritan." "Pse Dritan?" "Sepse ai është drita që lindi nga errësira jon." Ardiani më pa, më puthi në ball. "Do jem këtu për ju të dy. Nuk do ik më." Por unë nuk i dhash premtime. Nuk dua të nis një dashuri mbi hije, Ardi. Duhet të gjej paqe me veten fillimisht. Ai u pajtua në heshtje. Ndoshta e kuptoi që plagët e mia nuk shëroheshin me puthje, por me kohë. Muajt e parë të nënësisë ishin të vështirë. Netët pa gjumë, lodhja, mungesa e luanit, ndjenja e fajit, të gjitha bashkë më bënin të ndihem si një grua që ecte mbi xhama të thyer. Por sa herë Dritani buzëqeshte, më dukej sikur bota ndalonte. Ishte e vërtet ajo që thonë: "Fëmia nuk të shlye mëkatin, por të mëson të falësh veten." Një ditë, ndërsa e çoja për kontroll, pash luanin në korridor. Kishte ardhur fshehur Azi për ta parë. Su afrua, vetëm qëndroi në distancë. Kur më pa, më dha një dosje. "Këtu janë dokumentet e divorcin dhe të kujdestarisë. Unë kam firmosur. Do dua ta takoj djalin kur të jetë koha e duhur." Nuk thash asgjë. Ai preku lehtë dorën e vogël të Dritanit dhe tha: "Për mua, ai do të jetë gjithmonë një bekim." Pastaj u largua. Pa më kthyer kokën. Atë natë qava shumë, jo për humbjen e martesës, por për fundin e një njeriu që kishte qenë stre, dhe që unë e kisha humbur me duart e mia. Ardiani vazhdonte të qëndronte pranë, me durim, me kujdes, pa kërkuar asgjë. Ai nuk fliste për të ardhmen, nuk kërkonte premtime. Vetëm vinte, ndihmonte, sillte gjëra për Dritanin. Një mbrëmje, ndërsa e shikonim fëmijën që flinte, më tha: "E sheh, ai është i ti, i imi, i jetës. Nuk ka rëndësi si erdhi, rëndësi ka që është këtu." E pash me lot në sy. Ndonjëherë mendoj se Zoti më ndëshkoi. Ai më përqafoi: "Jo, Alba, të mësoj, të tregoj se dashuria e vërtet nuk është asgjë pa ndeshmëri." Ajo natë ishte e para herë që fjeta e qetë, pa makthe, pa frikë. Për herë të parë, ndjeva se ndoshta mund të kem një fillim të ri. Një vit më vonë, Dritani kishte mësuar të ecte. Ishte i qeshur, i gjallë, plot jetë. Në çdo hap të tij, shihja një pjesë të shpirtit tim që shërohej. Luan kishte nisur një jetë të re. Më dërgonte ndonjë mesazh për ditëlindjen e djalit, por asgjë më shumë. Ardiani ishte ende aty, tashmë më shumë si partner se si hije. Ai priste me durim që unë të isha gati. Një mbrëmje, kur dielli perëndonte, dola në balkon me Dritanin në krah. Ai qeshte dhe tregonte qiellin. Në atë moment e kuptova. Nuk kishte rëndësi më kush kishte fituar, kush kishte humbur. E rëndësishme ishte që unë, pas gjithë dhimbjes, por i lindja. Në fund, nuk ishte historia e një gruaje që tradhtoi. Ishte historia e një gruaje që kërkoi dashurinë e vërtet. Dhe e pagoi me plagë që do t'i kujtojnë për jetë se zemra, kur e ndryshe, nuk pyet për logjik, por nga ai mëkat, lindi drita më e pastër e jetës sime, Dritani. Dritat e mëngjesit përshkonin dritaren e dhomës së fjetjes, ndërsa zërat e zogjve jashtë më dukej sikur më tallnin me butësinë e tyre. Unë isha zgjuar para diellit. Barku im tashmë kishte marrë formë, dhe çdo mëngjes e prekja me duar si për të ndjerë jetën që po rritej brenda meje. Ishte një ndjenje e çuditshme, e bukur dhe e frikshme njëkohësisht. Fëmia që mbaja në bark ishte fryti i një marrëdhënie të ngritur mbi interes dhe siguri, por zemra ime i përkiste dikujt tjetër. Që kur isha njohur me Artin, gjithçka ishte ndërlikuar. Ai kishte sjell në jetën time një zjarr
që se kisha ndjer asnjëherë më parë. Një ndjenjë që më bënte të haroja gjithçka. Edhe pse e dija që çdo hap drejt tij ishte një hap më afër humnerës. Atë mëngjes, Bledi ishte ulur në kuzhinë, i veshur si gjithmonë me rrobat e tij të punës, i kujdesshëm, i qetë, i parashikueshëm. Mirë mëngjes, tha me zërin e tij të ngrohtë. Si e sot? E pash për një çast. Ishte burr i mirë, ndoshta shumë i mirë për dikë si unë. Mirë mëngjes, ja ktheva but. Jam mirë, pak e lodhur. Ai më përkëdheli me sy, më solli një gotë me lëng portokalli. Duhet të hash mirë. Tani nuk je më vetëm, më tha, duke më prekur barkun me dashuri të ndrojtur. Një grimc faji më përshkoi trupin. Sytë e tij shkëlqenin me krenari, ndërsa unë ndihesha e vogël, e padenjë për dashurinë që më jepte. Ndërsa ai më përkëdhelte barkun, unë ndjeja duart e tjera, duart e Artit që më kishin mbajtur në atë mbrëmje të ndaluar. Kur gjithçka filloi, Arti nuk më kishte shkruar për disa ditë, që nga ajo bisede fundit, kur i kisha thënë se isha shtatzën, ai ishte zhdukur. Është e vështirë për mua, kishte thënë. E dua këtë që kemi, por nuk mund të shkatërroj jetën. Dhe u largua. Fjalët e tij më përvëlonin çdo ditë. Ndërkohë, Bledi vazhdonte të më trajtonte si mbretëresh. Po përgatiste dhomën e fëmijës, më sillte dhurata, më ftonte në darka të qeta. Ishte gjithçka që një grua duhej të donte, por unë ndihesha bosh. Një pasdite, kur po kthehesha nga mjeku, e pash Artin në rrugë. Ishte i mbështetur në makinën e tij, me duar në xhepa. Zemra më ndaloi për një sekond. Pse erdhe? I thash, pa ditur nëse duhet të qaja apo të qeshja. Duhej të shihja, tha ai, duke më parë në sy me atë vështrim që më rrëzonte çdo mbrojtje. S'mund të lë kështu. Më the që ishte më mirë të mos më shihje më. Po, sepse çdo herë që të shoh, haroj arsyen pse duhet të largohem. Ai më afroi me kujdes, si dikush që i friksohet vetë ndjenjave të tij. Nuk të kërkoja asgjë, tha. Dua vetëm të di që je mirë. Zëri i tij dridhej lehtë. Kishte brenda dhembje, mall dhe dashuri. U ndjeva e dobët. E gjithë forca ime u shua kur ai më preku dorë. Një ndjesi e njohur, e rrezikshme, më pushtoi. Unë jam mirë, i përshpërita, por nuk di si të vazhdoj kështu. Mos e thuaj këtë, më ndërpreu. Do gjejmë një mënyrë. Ndoshta stani, por një ditë, përsërita me një buzëqeshje të zbehtë. Në sytë e tij kishte shpresë, por në timat kishte frikë. Në shtëpi, çdo mbrëmje kthehej në një teatër të heshtur. Unë përpiqesha të jem gruaja e mirë, ajo që qeshte, që gatuante, që priste burrin e saj në derë. Por sapo mbyllej dera e dhomës, unë mbetesha vetëm me mendimet e mia, me zemrën që rrihte për një njeri tjetër. Një natë, ndërsa Bledi flinte, unë mora telefonin dhe hapja galerinë. Çdo foto e Artit më digjte si zjarr. Zëri i tij më kumbonte në kokë. Nëse një ditë do të jesh e lirë, më kërko. E mbaj mend si tani, atë mbrëmje në shi, kur më puthi për herë të fundit. Fëmia lëvizi brenda meje. Një dridhje e vogël, si kujtesë e asaj që po vinte në jetë. Ti nuk ke faj, i përshpërita barkut. Do të dua me gjithë shpirt, pa rëndësi çfarë ndodh. Por e dia që e vërteta do të më kapte një ditë. S'kishte mënyrë të fshihja gjithmonë ndjenjat, as fajin, as sekretin që më mbante zgjuar netëve. Një mbrëmje, ndërsa po përgatisja darkën, dëgjova zilen e derës. Mendova se ishte Bledi që kishte harruar çelsat, por kur hapa, përballë meje ishte Arti. Arti, u habita. Çfarë po bën këtu? Ai më pa drejt, i tensionuar. Duhet të flasim. E lash të hynte, duke u dridhur. Nëse Bledi nuk do të rri gjatë, më ndërpreu, por s'mund të jetoj më kështu. Po të mendoj çdo ditë. Arti ndalo, i thash me lot në sy. Po e bën gjithçka më të vështirë. Ai më kapi duart. Ti më do. E di, se po i kim asaj që është e vërtet. Një lot më rodhi në faqe. Nuk është aq e thjesht. Jam shtatzën. Dhe ai është njeri i mirë. E di, por a do ta doje atë edhe sikur të mos të kishte mbajtur ekonomikisht. Më pyeti. Për pak nuk u rrëzova nga pyetja. Ai më njihte shumë mirë. Nuk di të përgjigjem, përshpërita. Po unë e di, tha ai. Ti doje vetëm pak ngrohtësi, dik që të dëgjonte. Dhe tani që e ke gjetur, të vjen frikë. Nuk fola. Vetëm e pash. Ai më përqafoi. Ishte një përqafim i gjatë, i ndaluar, plot mall dhe dhembje. Kur u shkput, më tha, do iki.
por nëse ndonjëherë të duhet dikush që të do vërtet më gjej. Dera u mbyll, dhe me të u mbyll edhe fryma ime. Ditët kaluan ngadalë. Muajt shtoheshin, fëmia rritej, dhe unë ndihesha më ndarë se kur. Një pasdite, Bledi solli një robë të vogël blu, të qepur me kujdes. Për djalin ton, tha me një buzëqeshje të butë. Djalin ton. Fjalët më rënduan në shpirt sigur. Nuk isha e sigurt nëse mund të jetoja me këtë gënjeshtër gjithë jetën. Në netët e vona, pyesja veten, çfarë është dashuria? Një zgjedhje apo një dënim? E dija që arti nuk ishte më pjesë e përditshmërisë sime, por gjithçka rreth meje më kujtonte atë. Çdo aromë, çdo fjalë, çdo kujtim. Kur erdhi dita e kontrollit të madh, Bledi më shoqëroi. Doktoresha buzëqeshi. Fëmia është i shëndetshëm. Zemra e tij rreh fort. Bledi më shtrëngoi dorën me emocion. Zoti na ka bekuar, tha. Unë buzëqesha, por syt më mbetën në ekranin ku shfaqej imazhi i vogël i fëmijës. Një jetë që do të vinte në botë pa e ditur se ishte frut i një dashurie të ndaluar. Kur dolëm nga spitali, jashtë binte shi. Në mendje më erdhi ajo natë me artin, e njëjtë, nën shi, ku gjithçka kishte nisur. A je mirë? Më pyeti Bledi. Po, gënjeva përsëri. Jam mirë, por në shpirtin tim, një stuhi po shpërthente. Një stuhi që nuk do të më linte të qetë, derisa e vërteta të dilte në dritë. Lindja e fëmijës është një mrekulli, por për mua ajo ditë do të mbetet përgjithmonë si një kthes që më ndau nga vetja. Ishte mëngjes i ftohtë marsi, kur dhimbjet e para filluan të më coptonin trupin. Bledi, i zhurmshëm dhe i emocionuar, nxitoi të më çonte në maternitet, duke më mbajtur dorën gjatë gjithë udhëtimit. Ndërsa makina po shkonte rrugët e lagështa, unë shihja jashtë dritares me sy të humbur, dhe në çdo dritë rrugësh, më dukej sikur shihja fytyrën e artit. Në çdo frymëmarrje, në çdo dridhje, më përmendej ai, dhe për herë të parë ndjeva frikë të thellë, jo për dhimbjen, por për atë çka do të ndodhte më pas. Sepse me çdo sekondë që afrohej lindja, afrohej edhe momenti kur do të duhej të përballesha me të vërtetën. Ora e lindjes erdhi. Spitali mbushej me zëra, me hapa, me fryma grash që sillnin jetë në botë. Kur dëgjova të qarën e parë të fëmijës tim, lotët më shpërthyen vetvetiu. Ishte një zë që më preu shpirtin, një britm që më tregoi se gjithçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Është djalë, tha mami, e lodhur, por e buzëqeshur. Djali im. Ai frymerte, qante, lëvizte. E mora në krah dhe për herë të parë ndjeva dashurinë e pastër, të thellë, pa asnjë përzierje me faj. Ai ishte imi, pavarësisht gjithçkaje. Bledi u fut në dhomë me syt plot lot. E shikon, tha, është kopja ime e vogël. Zemra më ra, e pash djalin dhe pastaj sytë e Bledit. Ai ishte aq i lumtur, aq i përkushtuar, aq i bindur se ai ishte babai i vërtet. Dhe unë nuk mund t'ja shkatëroja atë lumturi. Jo atë ditë, jo tani. Ditët pas lindjes kaluan mes lodhjes dhe ëmbëlsisë. Çdo mëngjes, Bledi zgjohej herët, më sillte mëngjesin në krevat dhe më përkëdhelte flokët, ndërsa unë ushqeja djalin. Ishte kujdesi që çdo grua do të ndëronte, por në shpirtin tim diçka nuk pushonte së më shqetësuari. Një pasdite, ndërsa djalin e kisha në gjumë, dëgjova një mesazh në telefon. Ishte nga një numër pa emër, por zemra ma njohu me njëherë. E di që ke lindur. Uroj të jetë mirë. Nuk mund të mos mendoj për ju. Zëri i brendshëm i shpirtit tim klithi, arti. U ngrita me njëherë dhe dola në balkon. Shiu binte but mbi qytet, ashtu si çdo herë që ai më shfaqej në mendje. I shkrova, ai është mirë. Mos më shkruaj më, të lutem. Por ai u përgjigj me njëherë. E di që s'mund të më harrosh. E ndjej. Mu duk sikur ajri u bë më i rënd. Mbylla telefonin, e shtypa fort mbi gjoks dhe qava. Nuk isha më vetëm një grua e dashuruar. Isha nën, dhe kjo ndryshonte gjithçka. Jeta filloi të marr ritmin e saj të ri. Bledi u kthye në punë, ndërsa unë kujdesesha për djalin. Netët ishin të gjata, ditët të lodhshme, por çdo buzëqeshje e vogël e tij më mbushte me fuqi. Një pasdite, ndërsa po i ndëroja rrobat, pash sytë e tij. Ishin të thellë, të errët, identik me sytë e artit. Zemra më ndaloi. Jo, nuk mund të jetë, përshpërita, por në brendësi e dija. E dija që ai ishte fëmia i dashurisë sime të ndaluar. Faji më shpoi si thik. Çdo herë që Bledi e merrte djalin në krah dhe thoshte, "Shiko si më ngjan", unë ndihesha më vogël, më e shkatëruar. Një mbrëmje, ndërsa ai e mbante në prehër,
dhe i këndonte një ninull. Më erdhi të ulëri. Bledi, i thash me zë të ulët, a ndonjëherë ke menduar që jeta është shumë e padrejt? Ai u kthye dhe më pa. Jo gjithmonë, tha, por kur kam ju të dy, më duket e drejtë. Kaq mu desh që të heshtja. Nuk kisha forcë t'ja prisha botën që ai kishte ndërtuar me aq dashuri. Një ditë, ndërsa isha në park me djalin, dëgjova një zë që s'mund ta ngatëroja kurrë. Është ai. U ktheva. Arti ishte atje, në një cep të parkut, me pallton e tij të errët dhe një trishtim të thellë në sy. Arti ishte kam thirrur. Nuk duhet të ishe këtu. Ai më pa djalin, pastaj mua. Është si unë, tha ngadalë. Zëri i tij u drodh. E dia. Mos, i thash, me sytë që më mbusheshin me lot. Mos e thuaj. Ai ka një baba, një njeri që e do, që nuk meriton ta humbas. Por unë e di që është imi, pëshpëriti ai, dhe dua ta di që po rritet mirë. Do ta rris siç duhet, i thash. Mos ma bëj më të vështirë. Ai uli kokën. S'do të vi më, tha, por dua që ta dish diçka. Nuk ka ditë që të mos ju mendoj. Të dyve, kur iku, ndjeva sikur më mori edhe një pjesë të shpirtit me vete. Koha kalonte. Djali rritej, fliste fjalët e para, qeshte, ecte. Bledi ishte gjithmonë aty, një baba shembullor. Por sa më shumë rritej djali, aq më shumë sytë e tij i ngjanin atyre që më kishin dashuruar dikur në errësirë. Një mbrëmje, ndërsa po i fshija faqet pas gjumit, ai më preku fytyrën dhe më tha fjalën e tij të parë të plot. Mami, dua. Zëri i tij i vogël më theu. Për herë të parë ndjeva se dashuria që kisha për të ishte më e madhe se çdo sekret, çdo faj, çdo njeri. Dhe në atë moment mora një vendim. Fëmia im do të jetonte në paqe. Asnjë e vërtet nuk do t'i shkatëronte fëmijërin, por fati kishte plane të tjera. Një ditë, Bledi më solli një dosje në duar. Fytyra e tij ishte e ftohtë si aku. Çfarë është kjo? Pyeta. Ai e hodhi mbi tavolinë. Ishin dokumente laboratorike, teste gjenetike. Më thuaj që s'është e vërtet, tha me zë të ulët. E bëra testin rastësisht. Dhe tani e di. Mu duk sikur bota u shem. Bledi, unë, përpiqesha të flisja, por zëri nuk më dilte. Ai uli kokën, syti kishte të mbushur me lot. E doja këtë familje, tha. Të doja ty. Edhe tani, nuk di si të urrej. Por pse? Lotët më rridnin pa ndalur. Nuk ishte plan, pëshpërita. Ndodi, por e dua këtë fëmijë. Dhe nëse do të më uresh, më ure. Vetëm mos e bëj atë të vuaj. Ai u ngrit, u afrua, më pa drejt në sy. Nuk do ta braktis. Ai s'ka faj, por ti më ke vrar. Dera u mbyll pas tij, dhe zhurma e saj më mbeti në vesh për ditë të tëra. Kaluan javë. Shtëpia ishte e ftohtë, e heshtur. Bledi i flinte në dhomë tjetër, ndërsa unë kujdesesha për djalin. Ai nuk fliste shumë, por kujdesej për të. Ishte babai që gjithmonë kishte dashur të ishte. Edhe pse në sytë e tij nuk kishte mëndriqim. Një mbrëmje, mora djalin në krah dhe dola jashtë. U ula në një stol, në të njëjtin park ku dikur kisha parë Artin. E gjithë kjo ndodhi sepse doja të ndihesha gjallë, mendova. Por tani dua vetëm paqe. Në telefon, një numër i panjohur më dërgoi një mesazh. E mora vesh gjithçka. Mos u frikso. S'do të kërkoj asgjë. Vetëm dua ta di që jeni mirë. E dia që ishte ai. Arti. Në vend që ti përgjigjesha, putha djalin në ball dhe pëshpërita. Do të jemi mirë. Do të jemi. Por në brendësi, e dia që asgjë s'mund të ishte më si më parë, sepse dashuria dhe faji ishin bërë një trup i vetëm brenda meje. Netët e aures ishin kthyer në burgje të mendimeve. Sa herë mbyllte syt, shfaqe fytyra e Adrianit, e atij burri që ja kishte rikthyer ndjesinë e gjallërisë, por që tani ishte kthyer në një plagë të hapur në shpirtin e saj. Në shtrat, përballë burrit të saj, ndjente faj, por edhe një boshllëk të thellë që as fjalët e buta e as premtimet për një jetë të qetë nuk mund ta mbushnin. Një natë, ndërsa Liridoni flinte i qetë pranë saj, aures i ra telefoni. Zemra i rahu fort. Ishte një mesazh nga Adriani. Nuk të kërkoj më asgjë. Vetëm më thuaj nëse ndonjëherë më ke dashur vërtet. Ajo e mbajti telefonin në dorë për disa minuta, pa ditur si të përgjigjej. Më pas, me duar që i dridheshin, shkroi: Të kam dashur dhe të dua ende, por jeta ime është më e ndërlikuar se dashuria. Kur e dërgoi mesazhin, ndjeu sikur i ishte shyer diçka brenda. E dinte që ky ishte fillimi i fundit, jo vetëm për lidhjen e tyre,
por ndoshta për qetësinë që kishte pasur ndonjëherë. Të nesërmen, Liridoni e pa më të heshtur se zakonisht. Ai e vështroi gjatë dhe me një ton të butë i tha: "A je mirë, Aure? Kohët e fundit të shoh si e hutuar." "Jam mirë," tha ajo, duke shmangur syt. "Thjesht pak e lodhur." Ai e besoi, por një ndjenjë e çuditshme i mbeti pezull. Kishte diçka që s'po i përshtatej, një lloj ftohtësie që se kishte parë më parë në të. Në mbrëmje, ndërsa hante darkën, ajo vendosi dorën mbi bark. Ishte tashmë në muajin e 5. Ndjente lëvizjen e lehtë të foshnjës, dhe në atë çast, një lot i vetmuar i rëshiti në faqe. Ai fëmijë ishte fryt i një jete të sigurt, por jo i dashurisë. Dhe ky fakt e rënonte për ditë. Një javë më vonë, Adriani u shfaq papritur në vendin ku ajo punonte. Ishte një takim që ajo nuk e kishte kërkuar, por që në fshehtësi e kishte dëshiruar. Ai qëndronte pranë derës, me duart në xhepa, i përmbajtur, por syt i digjnin nga malli. "Nuk mund të ik pa të parë," tha ai me zë të ulët. "Më mungon çdo ditë." "Mos e bëj më të vështirë, Adrian," u përgjigj ajo me zë që i dridhej. "E di çfarë ndjej, por nuk mundem." Ai bëri një hap drejt saj. "Po pse jo? Se duhet të jetosh një jetë që nuk është e jotja. Ai të ofron para, stabilitet, por jo shpirtin." Ajo uli kokën, duke ndier se po i mungonte ajri. "Sepse nuk është vetëm jeta ime më. Kam një fëmijë që po rritet brenda meje, dhe s'dua që ai të rritet mes turpit, mes mëkateve të mia." Adriani e vështroi me tronditje. "Një fëmijë?" Ajo pohoi me kokë, dhe në sytë e tij u përzien dhimbja, habia dhe një lloj krenarie e heshtur. "A është i ti?" pyeti ngadalë. Fjalët mbetën pezull, sikur koha ndaloi. Ajo nuk u përgjigj. Heshtja e saj foli më shumë se çdo fjalë. Në ditët që pasuan, Adriani u largua. Ai nuk e kërkoi më, nuk dërgoi më mesazhe. Vetëm në mbrëmjet e vona, Aure ndjente mungesën e tij si një therrje në gjoks. Por edhe pse nuk e shihte më, dashuria për të nuk u shua. Ishte një zjarr që nuk shuhet me ujë, por vetëm me kohë, dhe ndoshta as ajo nuk do mjaftonte. Nëna e saj, që e vizitonte shpesh, e vuri retrishtimin. "Aure, e di që je e brengosur, por mos haro. Një nën duhet të jetë më e fortë se dhimbja e vet." Fjalët e saj ishin të thjeshta, por e prekën thellë. Ndoshta vërtet duhej të mësonte të jetonte me plagët e veta, pa u përpjekur t'i mbyllte me iluzione. Ndërkohë, Liridoni kishte filluar të ndjente distancën. Një mbrëmje, e gjeti Auren ulur në dhomën e foshnjës, duke vështruar krevatin bosh. "Po mendon si do jetë kur të vijë?" e pyeti me një buzëqeshje të lehtë. "Po," tha ajo, duke fshehur tronditjen. "Do jetë një jetë e re për të gjithë ne." Ai u ul pranë saj dhe i mori dorën. "E di që jeta s'ka qenë e lehtë për ty, por dua të shoh të lumtur. Do bëjmë një fillim të ri, betohem." Aure buzëqeshi, por në shpirt ndjeu një therrje. Fjalët e tij ishin aq të sinqerta, sa i dhimbnin. Ai ishte njeriu që i kishte dhënë gjithçka materiale, por që pa e ditur, po paguante për dashurinë që s'ishte e tij. Një mëngjes, ndërsa po pinte kafen, ajo mori një letër në postë. Ishte pa emër, por me shkrimin që e njihte menjëherë. E hapi me duar që i dridheshin. "Nuk do të kërkoj më, por dua ta dish se dashuria jon nuk ishte mëkat. Ishte ndoshta gjëja më e vërtetë që kemi pasur ndonjëherë. Nëse ndonjëherë më sheh në rrugë, mos e ul kokën, sepse unë do të shoh gjithmonë me respekt dhe mall." Ajo e mbajti letrën mbi zemër për disa minuta, dhe për herë të parë, pas shumë kohësh, qau. Por këto ishin lot pa faj, lot për dashurinë që kishte pasur, dhe për jetën që duhej të vazhdonte pa të. Në fund të muajit, mjeku i tha se gjithçka shkonte mirë me shtatzënin. Fëmia po zhvillohej siç duhet, dhe ndërsa dëgjonte rrahjet e vogla të zemrës në monitor, ajo ndjeu një ndjenjë të re, një përzierje dashurie dhe force. Në atë çast, kuptoi se pavarësisht gjithçkaje, ajo duhej të zgjidhte jetën. Zjarri për Adrianin nuk do shuhej kurrë, por tani ajo kishte një arsye për të mos u djegur nga ai, fëmijën e saj. Era e mëngjesit të ftohtë të janarit frynte lehtë mbi qytet, kur Aure si filluan dhimbjet e para. Ishte herët, ende pak dhir mirë, kur u ngrit nga shtrati, duke ndier se trupi i saj po i dridhej i tëri. Për disa sekonda, qëndroi në heshtje pranë dritares, duke vështruar dritat e ralla të rrugës, dhe kuptoi se momenti kishte ardhur. Liridon pëshpëriti me zë të dridhur, duke e zgjuar. "Më duket se është koha." Ai u ngriti i alarmuar, por edhe i emocionuar.
Brenda pak minutash, shtëpia u mbush me zhurmën e nxitimit. Çanta e përgatitur për maternitet, dokumentet, rrobat e foshnjës. Ndërsa hipni në makinë, Aure e mbajti barku me duar, syti mbushi me lot, por jo nga dhimbja, nga frika dhe ndoshta nga ndjenja që diçka brenda saj nuk ishte thjesht gëzim. Ishte një përzierje ndjenjash që s'mund t'i shpjegonte askujt. Në maternitet, gjithçka ndodhi më shpejt se sa ajo kishte menduar. Zërat e infermiereve, aromat sterile, dritat e bardha të sallës së lindjes, të gjitha i dukeshin si një ëndër e mjegull. Kur dëgjoi për herë të parë të qarën e foshnjës, koha ndaloi. Një zë i brisht, por që dukej sikur i thoshte jam këtu, nën. Është djalë, tha mjekja me një buzëqeshje të butë, duke ja vendosur fëmijën mbi kraharor. Aure qau me zë, lot që s'kishin më as turp, as frikë. Ishte nën, dhe pavarësisht nga gjithçka që e mundonte, ai momenti shenjtë i shlyente të gjitha dhimbjet e botës. Kur Liridoni hyri në dhomë dhe pa fëmijën, sytë ju mbushën me lot gëzimi. Ai është i përsosur, Aure, i tha duke i puthur ballin. Ai është bekimi ynë. Ajo e shikoi me një ndjenjë faji që i përvëllonte shpirtin, por e mbajti buzëqeshjen. Në ato çaste, ajo u betua në heshtje se do ta mbronte atë fëmijë me çdo kusht, edhe nëse kjo do të thoshte të fshihte përgjithmonë të vërtetën. Ditët e para në shtëpi ishin të qeta, të mbushura me aromën e qumshtit dhe zërin e butë të porsalindurit. E pagëzuan Arden, emër që ajo e kishte menduar shumë kohë më parë, pa e ditur pse, por që tani ndjente se i përshtatej. Arden do të thoshte forcë, jetë, dhe ai vërtet ishte i tillë, një jetë e re, një fillim i ri, por ndërsa Liridoni e shihte me sy krenar, të gjithë nëna e dinte. Ngjashmëria e foshnjës nuk ishte e rastësishme. Sytë e tij të thellë ngjyrë kafe, flokët e errët, mënyra si lëvizte buzët kur flinte ishin të Adrianit. Çdo herë që e shikonte, zemra e saj dridhej mes dashurisë dhe frikës. Ishte fëmia që ajo donte më shumë se jetën, por edhe dëshmia e fshehtë e një dashurie që s'mund të ekzistonte. Një ditë, ndërsa po përgatiste Ardenin për gjumë, dera e shtëpisë ra. Ishte nëna e saj. Ajo hyri me një vështrim të qetë, por fytyra i tregonte se kishte diçka për të thënë. Aure, filloi ajo, mund të pyes diçka, pa më gënjur këtë herë. Aure e shikoi me frikë. Çfarë është? Nëna u afrua, i hodhi syt tek fëmia dhe pëshpëriti. Ky fëmijë s'ka ngjashmëri me Liridonin. Ka syt e dikujt tjetër. Zëri i Aures u ngurtësua. Çfarë po nën kupton, mami? Po them vetëm atë që shoh. Ti je bia ime, të njoh në çdo frymëmarrje. Di që nuk je e lumtur. Dhe tani e kuptoj pse. Aure uli kokën. Lotët i rëshitën pa zhurmë mbi duar. Mami të kërkoj ta kuptosh. Vetëm mos e thuaj kur. Ky është fëmia i dashurisë, por edhe i mëkatit tim, dhe dua që ai të jetoj pa njollë mbi emrin e tij. Nëna e saj i vuri dorën mbi shpatull. Nuk do flas, bia ime, por mos haro. Sekreti është një barë që me kalimin e viteve bëhet më e rëndë se faji vet. Kaluan muajt dhe jeta u kthye në normalitet. Liridoni u përkushtua si baba i përkryer, ndërsa Aure jetonte mes dashurisë për djalin dhe frikës se e vërteta mund të dilte një ditë në dritë. Por fati, si gjithmonë, gjen mënyrën ta trazoj qetësinë. Një pasditë pranvere, ndërsa ajo po ecte me Ardenin në park, një zë i njohur e thiri nga pas. Aure. Ajo u kthye. Adriani. Koha e kishte ndryshuar. Kishte sy të lodhur, por të njëjtët që i digjnin shpirtin. Ai e pa fëmijën dhe fytyra ju ngrin. Ai është. Zëri ju drodh. Aure ngriti kokën me guxim. Ai është biri im. Mos pyet më. Ai u afrua ngadalë, pa bërë asnjë lëvizje të tepruar, thjesht për ta parë nga afër. Ka sytë e mi, tha me zë të ulët, si me vete. Zoti im. Aure e mori fëmijën në krah dhe bëri një hap pas. Adrian, të lutem, mos e shkatëro këtë që kam ndërtuar me aq vështirësi. Ai e shikoi gjatë, i përmbajtur, por i shkatëruar brenda. Nuk do flas, por dua të di a e di ai. Jo, dhe nuk do ta di kur. Adriani uli syt, duke marrë frymë thellë. Atëherë, më lejo të largohem si dikush që do të doj për gjithmonë, por nga larg. Mos haro, Aure, në një jetë tjetër, ndoshta do të kishim qenë bashkë pa dhimbje. Ajo qau në heshtje, ndërsa ai u largua, pa kthyer më kokën. Atë natë, ndërsa Arden flinte, Aure e mbuloi me kujdes dhe pëshpëriti mbi ballin e tij. Ti je dashuria më e madhe e jetës sime. Nuk ka rëndësi kush është babai yt i vërtet, sepse unë do të dua për të dy, por në fund të asaj nate,
ndërsa dritat u fikën dhe heshtja mbuloi shtëpinë. Ajo ndjeu se jeta e saj nuk do të ishte kurrë më njësoj. Sekreti që ruante do ta ndiqte për vite, derisa koha vetë të kërkonte llogari. Në mëngjesin e një dite të zakonshme, Liridoni u zgjua më herët se zakonisht. Auren e gjeti në kuzhinë, duke i përgatitur mëngjesin të voglit të tyre, Ardenit, që tashmë kishte mbushur një vit. Fëmia qeshte ndërsa përpiqej të kapte lugën me duart e vogla, dhe ajo e shikonte me dashuri të pafund. Ishte një pamje e qetë, por për Liridonin, diçka në këtë qetësi filloi ta shqetësonte. Ai qëndroi për pak sekonda, duke i vështruar të dy. E kishte bërë shpesh këtë, por këtë herë ndjeu një gjë ndryshe. Një pyetje që i lindi thellë në shpirt, pa e kërkuar. Ardeni kishte sytë e errët, lëkurën pak më të zbetë se të tijën, flokët gështenj. Ndoshta ka marrë nga ndonjë gjysh, mendoi ai për një moment, por më pas, një kujtim i turbullt ju kthye në mendje. Një pasdite, shumë kohë më parë, kur kishte parë Auren duke marrë një mesazh që e kishte bërë të qeshte, dhe më pas ta fshinte menjëherë. Atëherë si kishte dhënë rëndësi, por tani, gjithçka që kishte parë ndjer gjatë muajve të fundit, po merrte një kuptim ndryshe. Në drek, ndërsa Ardeni flinte, Liridoni u ul pranë Aures në divan. Dua të pyes diçka, tha ngadalë, me një ton të kujdesshëm. Aure ngriti syt, duke ndjer menjëherë një dridhje në stomak. Po, çfarë është? Asgjë e keqe, thjesht ai hezitoi. Ndonjëherë më duket se djali nuk të ngjan shumë ty, as mua. Fjalët u përplasën sigur në zemrën e saj. Ajo u përpoq të ruante qetësinë. Oh, ndoshta ka marrë tiparet e dikujt nga familja ime, tha me zë të butë. Ka shumë raste që ndodh kështu. Ai buzëqeshi lehtë, por syt i mbetën të ngulitur në të. Ishte një buzëqeshje që se bindi as vetë. Ditët kalonin, por dyshimi i tij po rritej. E donte Auren me gjithë shpirt, por një zë i brendshëm i pëshpëriste se diçka nuk ishte në rregull. Dhe sado që përpiqej ta mbyllte atë zë, ai zë vetëm sa bëhej më i fortë. Një mbrëmje, teksa po shikonte një dokumentar për Adën në televizor, Liridonit i erdhi një ide që e tronditi. E pa Auren që po përgatiste darkën dhe i tha me një buzëqeshje të shtirë. Po mendoja, ndoshta do ishte interesante të bënim një test gjaku familjar, si ato për grupet e gjakut. Për kuriozitet, Aure u ngrir në vend. Duart i mbetën pezull mbi tavolinë, syt e zgjeruar. Për çfarë arsye? Thjesht për argëtim, tha ai. Shumë çifte e bëjnë, dhe mund të jetë diçka interesante për ta ruajtur në albumin e djalit. Në atë moment, ajo ndjeu sikur trupi i saj u shndërrua në gur. U përpoq të buzëqeshte, por fytyra i dridhej. Ndoshta, tha me zë të ulët. Do shohim, por që atë natë, ajo nuk fjeti. E kaloi gjithë natën zgjuar, duke parë djalin që flinte mes tyre dhe duke menduar. Nëse e bën testin, gjithçka do marr fund. E humbas gjithçka, shtëpinë, familjen, qetësinë. Të nesërmen, ndërsa Liridoni ishte në punë, Aure shkoi te nëna e saj. Ishte e tronditur, me fytyrën e zbetë. Mami, ai do të bëj një test gjaku. Nuk e di çfarë të bëj. Nëna e saj e dëgjoi e hutuar. Ai po dyshon. Nuk e di. Thot se është për kuriozitet, por e ndjej që diçka ka kuptuar. Nëna u ngrit, i mori duart e saj dhe i tha me vendosmëri. E vetmja mënyrë për të shpëtuar është i thuash vetë. Nëse ai e mëson vetë, gjithçka do të shembet. Aure tundi kokën, me lot në sy. Jo, mami, ai s'më fal kur. Do më urej, dhe do ma marr fëmijën. Nëna e shikoi me dhimbje. Ndoshta ke të drejtë, por mos haro, e vërteta është si uji. Edhe nëse mbyll me kapak, një ditë gjen rrugën e vet. Pas disa ditësh, Liridoni solli në shtëpi një zarf. E mora testin, tha me zë të qetë. S'është asgjë serioze, vetëm disa mostra për laboratorin. Do të dërgojmë tonat e të djalit, thjesht për statistikë. Aure u përpoq të duket e qetë, por brenda saj ndjente panik. Kur ai shkoi në dhomë për të marrë diçka, ajo pa zarfin mbi tavolinë. Për një çast, syt ju errësuan. Pastaj e mori, e fshehu dhe doli me justifikimin se duhej të shkonte te farmaci. Në rrugë, me zarfin në çantë, ndaloi para një kosh plehrash. Duart i dridheshin. Një pjesë e saj donte ta hidhte menjëherë. Ta zhdukte përjetësisht, por një tjetër zë, më i thellë, i thoshte: "Nuk mund të jetosh gjithë jetën në frikë. Ai e meriton të di." E uli kokën, syt ju mbushën me lot, dhe me një lëvizje të fortë e hodhi zarfin. Por ajo s'kishte parë që, në prag të dritares së katit të dytë, një komshie kurioze e kishte parë gjithë skenën.
Mbrëmjen e asaj dite, Liridoni erdhi në shtëpi i heshtur. Nuk tha asgjë. U vonove, tha ajo, duke ndjerë që diçka nuk shkonte. Po, tha ai, dikush më la një zarf para derës. Ai që humbi sot para dite. Aure u ngrir. Çfarë zarfi? Ai nxori letrën nga xhepi dhe vendosi mbi tavolinë. Aty brenda ishin testet, dhe sot i çova vetë në laborator. Rezultatet vinë pas 2 ditësh. Në ato qaste, Aure ndjeu sikur toka ju hap nën këmbë. E kuptoi se s'kish më rrugë aratisjeje. E vërtet apo vinte, me apo pa dëshirën e saj. Atë natë, ndërsa Liridoni flinte, ajo u ul pranë djepit të Ardenit dhe e vështroi gjatë. Nëse një ditë gjithçka shembet, pëshpëriti me zë të dridhur, dua që ta dish se çdo gjë që bëra, e bëra për ty. Në heshtjen e natës, fëmia buzëqeshi në gjumë, dhe ajo e kuptoi se ndoshta nuk mund të shpëtonte nga e vërteta, por mund të luftonte për dashurinë që e kishte mbajtur gjallë deri tani. Ditët kalonin si hije në mur. Edhe pse koha duhej të ishte ilaç, ajo vetëm sa më kujtonte plagën çdo mëngjes. Shikoja barkun tim që rritej, ndjeja lëvizjet e vogla të foshnjës brenda meje, dhe zemra më mbushej me një ndjesi të dyfisht, gëzim e dhimbje. Ishte si të mbaja në vetvete një jetë të re, por të humbisja një tjetër. Erioni vazhdonte të ishte i përkushtuar, më i kujdesshëm se kurrë. Ai më sillte mëngjesin në shtrat, më fshinte lotët kur ndonjëherë më zinte malli për diçka që as vetë se dija si ta shpjegoja. Më shikonte me dashuri të sinqertë, dhe çdo gjest i tij më shponte shpirtin, sepse unë ndihesha fajtore. Brenda meje rritej një fëmijë që se dija me siguri kujt i përkiste, dhe një dashuri që se dija nëse duhej ta mbyllja për jetë apo ta ndiqja me çmimin e gjithçkaje. Në netët e vona, kur Erioni flinte pranë meje, shtrihesha në krahun tjetër dhe ndjeja shpirtin të rënd. Telefonin e mbaja gjithmonë në heshtje, por çdo herë që ndriçonte ekrani, shpresa më ndiste një flak të vogël. A do të ishte ai? A do të më shkruante sërish? Një mbrëmje ndodhi. Mes qindra mendimesh, erdhi një mesazh i shkurtër nga Ardi. Nuk kalon ditë pa menduar për ty. Si je? Zemra më rahu fort. Isha ulur në divan, ndërsa Erioni ishte në dhomën tjetër, duke folur në telefon për punë. Më dridheshin duart. E dija që s'duhej t'i përgjigjesha. E dija që një fjalë e vetme mund të më kthente në rrugën nga e cila isha betuar se nuk do të kthehesha më. Por zemra nuk pyet për logjik. Përgjigja ime doli vetë. Mirë jam, por mungesa jote më djeg çdo ditë. Ajo ishte hera e dytë që tradhtoja. Jo fizikisht këtë herë, por me shpirt, dhe ndoshta kjo ishte më keq. Brenda pak minutash, Ardi më kërkoi të takohemi. E refuzova. 2 herë, por në të tretën, thash po. Takimi ndodhi në një park të qetë, në një pasdite të butë pranvere. Isha e mbështjell me pallton e gjatë gri, me shpresën se askush s'do të më njihte. Kur e pash Ardin, ndjeva sikur koha u kthye prapa. Ai më pa në sy, dhe për një moment nuk foli. Ishim si 2 të panjohur që njihnin çdo kujtim, çdo plag. Je bërë më e bukur, më tha. Jam lodhur, ju përgjigja. Të kam kërkuar çdo ditë, Lira, por s'kisha të drejtë të kërkoja. Ti zgjodhe. Lotët më dolën vetë. Unë zgjodha. Thjesht u dorëzova. Kishte shumë për të humbur. Ai më mori duart, dhe për disa sekonda, bota u ndal. Nuk kishte fjalë, vetëm frymëmarrje dhe heshtje. A është ai imi? Pyeti papritur, me zë që më preku si thik. U drodha. E kuptova menjëherë se çfarë donte të thoshte. Nuk e di, pëshpërita. Ai uli syt, dhe heshtja u bë rënd sigur. Nëse është, dua ta di. Dua të jem aty, se dua jetën time pa ju. Nuk dija çfarë të thosha. Ai fliste me një ndeshmëri që më copëzonte. Por ndërsa fjalët e tij më mbushnin shpirtin, ndjeja edhe fajin që më rinte mbi supe. Ishte një dashuri e bukur, por e ndaluar. Një ndjenje që më bënte të ndihem gjallë dhe më vriste njëkohësisht. Pas atij takimi, e dija që gjithçka do të ndryshonte. Ditët që pasuan ishin plot dilema, frikë dhe ndjenja të përziera. Erioni nuk dyshonte në asgjë, por unë nuk mund ta shikoja më në sy. E dija që ai meritonte një të vërtetë, por nuk kisha forcë t'ia thoja. Një mbrëmje, ndërsa po gatuaja darkën, më kapi përbeli dhe më puthi lehtë. E di që ke qenë trishtuar, më tha, por pas pak gjithçka do të bëhet më mirë. Do të kemi një jetë të re, një fillim të ri. Ato fjalë më tronditën. Një fillim i ri. Çfarë donte të thoshte? Ai më shpjegoi se kishte vendosur të transferoheshim
në një qytet tjetër për punë. Një mundësi e madhe, një shtëpi e re, një jetë e re, një ndarje nga gjithçka që kisha këtu, përfshir Ardin. Atë natë s'munda të fle. Në mëngjes, mora makinën dhe shkova tek vendi ku isha takuar me Ardin. Ai ishte aty, sikur më kishte ndjerë. Po ik, i thash. Ai më pa i hutuar. Ku? Larg, shumë larg, me Erionin. Sytë e tij u mbushën me lot, por nuk foli. Më beso, s'është lehtë për mua, i thash me zë që më dridhej. Por ndoshta ky është fati im. Ai më preku fytyrën, më puthi në ball dhe tha vetëm: nëse ndonjëherë do të ndihesh e vetme, më kërko. Do të jem aty, edhe në heshtje. Kur u ktheva në shtëpi, e dija që një kapitull po mbyllej, por thellë në shpirt, ndjeva se historia jon nuk kishte mbaruar ende. Zemra nuk di të harroj, edhe kur arsyeja kërkon ta bëj. Dhe brenda meje, fëmia që rritej, do të ishte përjet lidhja e heshtur midis një dashurie që duhej të ndalohej dhe një jete që sapo po fillonte. Ditët e fundit të shtatëznis po kalonin me një ritëm të ngadalt, por të mbushur me tension. Aure ndjente se çdo moment mund të sillte një përplasje me të kaluarën. Ardeni i vogël ishte tashmë një vit dhe disa muaj, dhe gjithçka dukej e qetë, por zemra e saj mbante ende zjarrin e dashurisë së ndaluar për Ardin dhe frikën nga sekreti që mund të shpërthente çdo çast. Një mëngjes të ftohtë prilli, ndërsa Aure po përgatiste veten për kontrollin rutin, mjeku e priti me një shprehje të shqetësuar. Aure, do të duhet të bëjmë disa teste të fundit para lindjes. Vetëm për siguri, tha ai me një ton të qetë. Aure e ndjeu një ftohtësi që i rëshiti shpinën. Siguri për çfarë? Pyeti, duke u përpjekur të mbante qetësinë. Për të siguruar që çdo gjë është si duhet, tha mjeku duke i dhënë një dokument. Testet e Adams janë rutinë për disa gjëra që duam të konfirmojmë para lindjes. Fytyra e saj u zbehtë. Zemra i rahu fort. A kishte ardhur momenti që kishte frikë të vinte? Pas testeve, mjeku i tha se rezultatet do të vinin pas disa ditësh. Aure u largua me një ndjenjë të çuditshme. Ankth, frikë, por edhe një lloj lehtësimi të përzier. Nëse testet nuk do dilnin sipas pritshmërive, do të duhej të ballafaqohej me realitetin. Dhe ajo nuk ishte e sigurt se ishte gati, por fati kishte vendosur të mos priste. Një pasdite, ndërsa ishte në dhomën e Ardenit duke ushqyer, telefoni i drite në dorë. Ishte mjeku. Aure, rezultatet kanë ardhur. Mund të vi dikush për t'i marrë, tha ai. Aure ndjeu që fryma i ngeci. Po, unë do të vi. Në rrugën drejt klinikës, çdo minutë dukej e gjatë si një jetë. Zemra i rahu fort, duart i dridheshin dhe mendja i rëshiste tek çdo moment që mund të kishte kaluar me Ardin dhe Erionin. Çfarë do të ndodhte nëse e vërteta dilte në dritë? Kur mjeku ja dorëzoi letrën me rezultatet, Aure i hapi duart të dridhura. Leximi i një fjalie të vetme i shkundi botën. Biri është biologjikisht i Ardit. Gjithçka ndjeu. Lehtësim që Ardeni ishte i shëndetshëm, por një tmerr i pafund se si do ta merrte Erioni. Zemra ju shkundi nga frika dhe fajësia njëkohësisht. Kur u kthye në shtëpi, gjeti Erionin që po luante me Ardenin në dhomën e ndenjes. Ai ngriti kokën kur e pa dhe buzëqeshi. Si shkoi vizita? Aure u përkul pranë fëmijës, duke e mbajtur fort, dhe ndjeu peshën e sekreti mbi supe. Duhet të flasim, tha me zë të ulët. Erioni e pa me sy të shqetësuar. Për çfarë? Nuk është fëmia yt, tha ajo duke ndjerë se çdo fjalë ishte si një thik që i çante shpirtin. Erioni u ngrit menjëherë, fytyra e tij u zbe. Çfarë po thua? Pyeti, me një zë që dridhej. Rezultatet e testit të Adnës, tha ajo. Ardeni është bir biologjik i Ardit. Heshtja mbuloi dhomën si një vale e ftohtë. Ardeni qeshi lehtë, duke i shpërqendruar paksa, por jo mjaftueshëm. Erioni i vuri duart në fytyrë dhe e përplas një moment. Pse nuk më the më herët? Tha me një dhimbje që e thëriste shpirtin. Nuk mundesha. Nuk doja ta humbisje, përshpëriti ajo. Doja vetëm të kisha qetësinë e një familjeje, por nuk ishte e drejtë. Erioni u largua pak hapësirë, duke marrë frymthell. Kush? Pyeti ngadalë, duke shikuar drejt saj. Aure heshti për një moment. Pastaj, me zërin që dridhej, tha: Ardi. Ai është arsyeja për gjithçka, dhe unë e dua edhe sot. Sytë e Erionit u mbushën me lot. Nuk kishte zemër për të urrejtur, vetëm një dhimbje të thellë dhe një ndjenjë tradhtie që i shpërtheu brenda. Ai u ul pranë Ardenit, e vështroi foshnjën dhe tha me zë të dridhur: Nuk e di çfarë të them, nuk e di si do të vazhdojmë. Aure u ul pranë tij,
duke e mbajtur dorën, duke kërkuar të ngrohte të ftohtin që kishte hyrë mes tyre. Do të gjejmë një mënyrë, Erion. Nuk mund të kthehemi prapa, por mund të jetojmë për të ardhmen, për Ardenin. Ai e shikoi gjatë, duke e ndjer dhimbjen dhe dashurinë e saj, dhe për një çast, heshtja u bë mbushur me kuptim. Në atë natë, ndërsa Ardeni flinte në krevatin e tij, Aure qëndroi pranë dritares dhe mendoi për Ardin, për Erionin dhe për fëmijën që kishte sjellë në jetë. Zemra e saj ishte një labirint ndjenjash, dashuri, frikë, faj, dhe një shpresë të vogël se ndoshta, me kalimin e kohës, gjithçka do të gjejë ekuilibrin e vet. Por diçka e dinte, jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Sekreti kishte shpërthyer, dhe tani rruga përpara do të ishte më e ndërlikuar se kurrë. Ditët pas shpërthimit të së vërtetës ishin të mbushura me tension të padurueshëm. Erioni e përqafonte Ardenin çdo mëngjes, duke u përpjekur të tregonte dashuri të pafund. Por shikimi i tij shpesh bënte rrotullime në ajër, sikur kërkonte përgjigje për pyetje që nuk guxonte t'i bënte. Aure ndjente çdo moment fajin që i rëndonte mbi shpinë, por edhe një mall të pashpjegueshëm për Ardin, njeriu që kishte bërë zemrën e saj të rrahte më fort se kurrë. Një pasdite, ndërsa po përgatisnin drekën, dera e shtëpisë u hap papritur. Ishte Ardi. Ai nuk kishte lajmëruar, nuk kishte telefonuar. Kishte ardhur thjesht për të parë foshnjën dhe ndoshta edhe për të parë atë. Aure ngriti kokën dhe e pa. Zemra i rahu si kur më parë. Ardeni i qeshi kur e pa të huajin, duke ju afruar me dorë të vogël. Ai e mori në krah dhe shikoi me sy të mbushur me emocion. Ai është më i bukuri që kam parë ndonjëherë, tha Ardi, duke e mbajtur butësisht. Erioni erdhi pasaj, fytyra e tij e mbushur me dyshime dhe frikë. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti me zë të ngritur, por të dridhur. Aure mori frymë thellë, duke u përpjekur të qëndronte e qetë. Ai është Ardi. I biri është fryt i dashurisë së kaluar, tha ajo ngadalë. Dhe gjithçka që ndodhi para se të takoheshim ne. Erioni e shikoi Ardin, pastaj Aure, dhe zemra i dridhej me zdhimbjes dhe një lloj mallkimi. Pra nuk është i mbir, tha ai, duke ndjer një boshllëk që e shkatërroi. Ardi ju afrua dhe e kapërceu heshtjen. Erion, nuk kam ardhur për të marrë atë që nuk është im. Dua vetëm të shoh se si është, të sigurohem që Aure dhe ai janë mirë. Nuk kam pretendime për më shumë. Erioni u ul në divan, duke marrë frymë thellë. Fytyra ai ishte zbehur, por kishte një dritë të vogël kuptimi. Ai e shikoi foshnjën që buzëqeshte në krahët e Ardit dhe ndjeu se zemra e tij nuk mund të mbajë urrejtje për një fëmijë të pafajshëm. Aure u afrua pranë Erionit dhe i mori dorën. E di që kjo është e vështirë, tha ajo, por çdo gjë që kam bërë, e kam bërë për dashurinë dhe për Ardenin. Dua që ti të qëndrosh pranë nesh. Jo për mua, por për të. Erioni e shikoi gjatë. Lotët i rëshitën pa zhurmë, por buzëqeshja e vogël e Ardenit i dha forcë. Ai kuptoi se dashuria nuk ishte vetëm për të pasur gjithçka në duart e veta, por për të pranuar realitetin dhe për të ruajtur familjen që tashmë kishte. Do të qëndroj, tha ai me zë të butë, për Ardenin. Ardi e pa Aure, sytë e tij të mbushur me një përzierje mallkimi dhe dhimbjeje, dhe tha: "E di që nuk mund të kemi diçka bashkë, por dua të dish diçka. Çdo gjë që ndodhi mes nesh nuk ka qenë gabim. Dashuria jon ishte e vërtetë, edhe nëse koha dhe rrethanat e ndaluan." Aure i buzëqeshi me një lot që rëshiti mbi faqe. "Po, Ardi, dhe gjithmonë do ta mbaj në zemër." Ai u kthye dhe u largua, duke lënë pas një qetësi të çuditshme. Heshtja e dhomës ishte mbushur me një ndjenjë të re, një fillim të ri, por edhe një lirim nga plagët e së kaluarës. Erioni dhe Aure u ulën pranë foshnjës. Ai e përqafoi të dy, duke ndjerë se dashuria nuk është vetëm ajo që duam, por edhe ajo që zgjedhim të ruajmë. Do ta bëjmë këtë, tha Aure. Një familje e vërtetë, me gjithë zemër. Erioni e shikoi dhe buzëqeshi për herë të parë pas ditësh. Një ndjenjë paqeje përqafoi shpirtin e tij. Ai e kuptoi se ndonjëherë dashuria është më shumë se pasioni. Është vendimi për të qëndruar dhe për të mbrojtur atë që ka më shumë rëndësi. Dritat e mëngjesit depërtuan butësisht përmes perdeve të dhomës. Aure zgjoi Ardenin nga gjumi i tij i ëmbël dhe e përqafoi ngrohtësisht. Ai qeshi, duke tundur duart e vogla, dhe fytyra e tij e shndritshme ishte gjithçka që Aure kishte dashur të shihte çdo ditë. Erioni po përgatiste mëngjesin, ndërsa buzëqeshja e tij e qetë tregonte se zemra e tij kishte gjetur paqen. Ai e shikoi Auren dhe Ardenin dhe ndjeu një ngrohtësi që nuk kishte ndjer kurrë më parë. Ndjenja se dashuria nuk është vetëm pasion,
por edhe kujdes, sakrificë dhe pranimi i realitetit. Ardeni, a do të hajmë mëngjes bashk? Pyeti Erioni, duke e marrë foshnjën në krah. U përgjigj ai me zë të qeshur. Aure i shikoi nga sytë e saj të ngrohtë. Ky moment i thjesht, por i bukur, i tregoi se jeta kishte gjetur ekuilibrin e vet. Sekretet e së kaluarës nuk i shkatëruan, por i mësuan të ishin më të fortë dhe të bashkuar. Një ditë më vonë, Aure u ul në verandën e shtëpisë së tyre, duke shikuar lulet e pranverës dhe duke marrë frymthellë. Ishte një ndjesi e pazakontë, paqe brenda shpirtit dhe një dashuri që tashmë nuk kërkonte të fshihej. Ndërsa Ardeni loste pranë tyre, Aure ndjeu se çdo gjë kishte marrë vendin e vet. Dashuria për fëmijën, për Erionin, dhe edhe kujtimet për ardhin që kishin qenë të bukura, por tashmë ishin pjesë e së kaluarës. Ishte një mësim i fuqishëm. Dashuria e vërtet nuk vdes, por shndërrohet, rritet dhe i jep kuptim çdo momenti. Erioni ju afrua, e përqafoi nga pas dhe përshpëriti. Faleminderit që më le të jem pjesë e kësaj jete. Aure buzëqeshi dhe e shikoi me sytë plot dashuri. Nuk është faleminderit, tha ajo. Është mirënjohje që mund të duam dhe të kujdesemi së bashku. Një ndjenje e madhe qetësie përqafoi shtëpinë. Ardeni qeshi dhe hodhi lodrën e tij në ajër, duke treguar se dashuria dhe lumturia ishin gjithmonë më të forta se çdo sfidë. Në atë moment, Aure kuptoi se kishte gjetur diçka të veçantë. Paqen me të kaluarën, dashurinë në të tashmen dhe shpresën për një të ardhme të ndritur. Familja e saj ishte e përbërë jo vetëm nga lidhjet biologjike, por nga dashuria që i lidhte të gjithë, një dashuri që nuk njeh sekrete, që nuk shembe nga sfidat dhe që rritet çdo ditë. Dhe ndërsa dielli ngjitej mbi horizont, shtëpia e tyre u mbush me dritë dhe gëzim. Aure, Erioni dhe Ardeni ishin së bashku, një familje e vërtet, e fortë dhe e lumtur. Një fund i bukur për një histori të ndërlikuar, ku dashuria e vërtet kishte triumfuar mbi frikën, sekrecet dhe sfidat e jetës. Historia për Aure, Erionin, Ardin dhe Ardenin tregon se dashuria nuk është vetëm ajo që fillon me pasion, por ajo që mbijeton sfidat, kupton të vërtetën dhe ndihmon shpirtin të gjejë paqe.